ata që i kanë biletat normalisht është perfekt krejt, por që edhe na nuk do të heqim keq Nëse dikush i ka në si shfrytëzon se shtëpia. do shi, lajmëronë. Po pyesi për i shok. Ja u bojmë venin. E kemi Florën atje, kolegen tonë, e cila që nga në Strea. Po, sigurisht. A jemi të zona VIP aty. Flor. Rëq aty, Flor. Mos lëviz. Të përrit e zona VIP-s, për elshaj deri në fund. Desa të kryt loja. Mirë. Zgjidhje mirë kjo po. Është me siguri edhe energjia edhe gjithë shka tjetër, krejt qyteti po e pret këtë ndeshje sonte, Flor. Veç kish me qenë koha e djeshit sot. Pak po, pak po. Kish me qenë ideale. Kështu është saktu, kështu në ndodhi. Mirë, Flor, jemi Arbenin aty, a? Po. Spari përshëndetje edhe për shikuesit, po ashtu edhe për ju në studje, sepse nisem nga ajo zona vendise ku jemi, sonte do të bëhet ndeshja historike Kosovë-Zvicër. Një ndeshje që sonte luhet nga ora 20:45 këtu në Fadil Vokri dhe është e fundit për Kosovën në ciklin kualifikues për botrorin 2026. Se çfarë do të presim sonte nga kjo ndeshje, kam kolegun e redaksisë së sportit Arben Berisha. Duke parë Arben Kosovën, kombëtaren tonë në ndeshjen e fundit, sidomos me ata do thotë me Sloveninë, çka presim sonte nga kjo ndeshje? Po më duket që me emocion gjithë jemi. Absolutisht po, dhe si që the edhe ti në hyrje, realisht kemi pritur që kjo ndeshje të jetë historike në kuptimin që të jetë vendimtare për kualifikim direkt në kampionat botëror. Dhe realisht pritjet ishin që Kosova përveç se duhej të barazonte minimum ose të fitonte me Slovinin, gjë që edhe e bëri me një lojë fantastike të shtunën. Në njëjtën kohë Kosova ishte në pritje edhe të humbjes së pikëve nga ana e Zvicrës në ballafaqim me Suedinë dhe po të humbte pikë në atë ndeshje Zvicra dhe të mos fitonte, pra siç fitoi Bindshëm 4-1, praktikisht kjo ndeshje sonte do të shndrojë në një finale historike në kuptimin më të thjesht të fjalës, për shkak se kushdo që do të fitonte në këtë ndeshje, me çfarë do rezultati, praktikisht do të kualifikohej direkt në kampionat botëror. Situata dikush mund të thotë që është pak a shumë në gjendje të njëjtë, por megjithatë nuk është, për shkak se pavarësisht se është takim i drejt për drejt, është e kuptueshme tashmë që Kosova duhet një fitore shumë e thellë për ta siguruar kualifikimin direkt sot këtu, pra me 6 gole që praktikisht duke njohur kundërshtarin Zvicrën, një kombëtare që rregullisht merr pjesë në kampionate botërore, në kampionate evropiane, pra është ekipi më i fortë i grupit, një ekip që ka shkuar deri në çerek finalet e kampionatit botëror. Një fitore e Kosovës aq e thellë praktikisht është e pamundur, por në kuptimin historik ndoshta në takimin sotëm do të mund të shfrytëzoj në aspektin që spektatorët e pranishëm, tifozët e pranishëm në stadium sonte në mbrëmje, herojnë të Kosovës të presin në mënyrën më të mirë të mundshëm dhe pse jo, si shpërblim edhe për përkrajën e tyre që e kanë pasur gjatë këtij cikli kualifikues për kampionat botëror, t'i asiguronin të paktën një fitore për prestizh sado edhe minimale që mund të jetë ajo. Pra, Zvicra nuk është praktikisht një skuadër që Kosova s'mund ta mposhtë, se ka të shënuar një ngritje të jashtëzakonshme në kuptimin e cilësisë, por me fitore të thjesht të lehtë të ngushtë nuk mund të asigurojnë kualifikimin direkt. Megjithatë, përkrahja që besoj lojtarët e Kosovës do ta kenë sonte në stadium, nga shikuesit që e kanë ndjekur, siç e thash, në të gjitha ndeshjet deri më tani, nga futbollistët në fush do t'u kthehej me një rezultat pozitiv. Rezultat pozitiv do të ishte edhe një barazim thjesht për prestizh, ndoshta fitorie minimale, në mënyrë që në përfundim të kualifikimeve, pra që përmbyllën sonte në grupin B, edhe Kosova dhe Zvicra të kenë nga 13 pikë dhe praktikisht kushdo që nga mediat ndërkombëtare ta shoh, sepse raportime tashmë ka pasur për progresin e jashtëzakonshëm të Kosovës, kushdo që ta shoh se Kosova s'ka shkuar në kampionat botëror vetëm fal gol dallimit, ta shoh këtë si një mundësi të humbur, përgjithsesi si një mundësi tjetër pastaj që do ta kemi në mars në kualifikim për kampionat botëror, që asesi nuk do të jetë lehtë, por megjithatë mundësia ekziston. Nëse kthehemi mbrapa, për të mos i zgjatur, besoj që ke edhe të tjera pyetje. Nëse kthehemi mbrapa kur është bërë tërheqja e shortit për këto kualifikime në kampionat botëror, unë besoj që shumica e njerëzve të futbollit nuk kanë dashur ta shohin Kosovën në këtë grup, sepse e kanë parë si grup jashtëzakonisht të vështirë, për faktin që Zvicra
në 20-30 vjetët të fundit, rrallë herë mungon për të mos të mungon fare në kampionat evropian dhe botëror. Suedia po ashtu me vështirësi këtë herë. Slovenia më rrallë për gjithsesi një ekip që e ka shijuar edhe evropianin edhe botërorin. Ne se kemi shijuar asnjërin, prandaj duke pasur parasysh këto fakte, shumë kush Kosovën e ka konsideruar outsider. Po ja që ku jemi në situatë ku Kosova mund të përfundojë para në grup, është shumë vështirë e mundshme, e realizueshme kjo, por edhe matematikisht është e mundur një gjë e tillë. Cilat janë ato pikat më të forta ndoshta përderisa po e thonë që mund ta shohim Kosovën edhe kombëtarën tonë, ata lojtarët tonë që sigurisht e japin maksimumin gjithmonë, mirë po sonte është diçka pak më ndryshe duke pasur parasysh që në ekipin kundërshtar ka lojtar shqiptar. Ka lojtar në ekipin e Zvicrës, ka lojtar nga Kosova, siç është Granit Xhaka, por vetëm pak muaj më parë edhe lojtarët që tani janë duke luajtur, kanë filluar nga tetorit luajnë për Kosovën. Para pak muajsh ishin pjesë e ekipit të Zvicrës, ishin pjesë e miqësorëve të Zvicrës të seleksionit A, siç është rasti me Albian Hajdarin, lojtarin që ka shkëlqyer në të 3 takimet që është aktivizuar nga tetori edhe tash në takimin e të shtunës kundër Slovenisë. Kështu që praktikisht përveç tjerash, kjo ndeshje me të drejtë kurreshtjen e publikut e zgjon edhe për faktin që ka një kombinim të lojtarëve edhe në njërën edhe në anën tjetër, pra ata që kanë luajtur për Zvicrën, luajnë tash për Kosovën. Në të kaluarën ka pasur lojtarë që janë ftuar nga Zvicra, pastaj kanë ndruar reprezentacion, por mbi të gjitha për publikun është shumë interesante kjo ndeshje për faktin që megjithse do t'i shohin herojnë të tyre që i bën të ndjehen krenar për këtë cikël të jashtëzakonshëm kualifikues në kampionat botror, presin ta shohin edhe një superyll siç është Granit Xhaka, që tash luan është kapitani i Sunderlandit në Angli dhe po shkëlqen atje. Ky diskutimi Xhaka Shaqiri prej pranimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA ka ekzistuar gjithnjë. Pse si janë bashkuar, kanë mundur t'i bashkohen, nuk janë bashkuar. Këto janë gjëra që besoj duhet lënë anash tashmë, sepse edhe pa Xhakën, edhe pa Shaqirin, edhe pa lojtarët tjerë që janë të jashtëzakonshëm dhe pa diskutim që kanë ndikuar dhe i kanë sjell një reputacion më të madh edhe vendit tonë. Gjithsesi, në aspekte të ndryshme, edhe pa ata lojtar, Kosova ka arritur të bëjë një grup jashtëzakonisht të fortë, besoj që është ekipi më i fortë që ka Kosova deri më tani. Shtoj kësaj edhe faktin që sot në port kthehet edhe Aro Morici, i cili kundër Slovenisë ishte i suspenduar, dhe pjesa tjetër e ekipit që është shumë në formë të mirë, që e dëshmoj pra nga ndeshja e dytë e shtatorit, 2 ndeshjet e tetorit, ndeshja e të shtunës kundër Slovenisë. Pra ekipi ka shkuar duke u rritur, duke u ngritur në aspektin kualitativ dhe në ballafaqim me ekipe të forta, siç e thash, që pavarësisht formës së këtyre kundërshtarëve të Kosovës, jo të mirë që ka pasur, megjithatë është evidente ndeshja e mirë, loja e mirë e Kosovës, një lojë që garanton, e cila shpresojmë që do të mbetet në këtë nivel edhe për ndeshjet e marsit në play-off, kur janë të nevojshme 2 fitore praktikisht, më 26 mars dhe me 31 mars, për ta garantuar pra pjesëmarrjen në kampionat botror. Sa mund të ndikoj, edhe pse në shtator e kishim lojën, do thotë Kosovë, Zvicër, dhe ajo gjendja emocionale, sentimentale e vet lojtarëve, tek kjo lojë sonte? Në atë ndeshje, pra që u luajt në shtator, 4-0 humbje Kosovës, pra të gjithëve ju prejnë gjujnë, për shkak se shpresat ishin të mëdha, ishte loja e parë të humbësh 4-0 në lojën e parë, praktikisht shumica pothuajse u dorëzuan, por edhe aty kishte elemente sentimentale në atë ndeshje, për shkak se Leon Avdullahu, që po ashtu luante për Zvicrën të kaluarën, debutoi në atë ndeshje për Kosovën kundër Zvicrës. Këto ishin elemente që kanë përzierje edhe emocionale, por një lojtar si Avdullahu, pastaj në tetor edhe Albian Hajdari u ambientuan jashtëzakonisht shpejt dhe praktikisht nuk i kanë asnjëri tjetër 4-5 ndeshje me Kosovën dhe ata po t'i shohësh në fushë të duken që ka vite që janë pjesë e këtij ekipi. Kjo do të thotë që jemi më fat që këta lojtarë të këtij kalibri që janë në rritje e sipër janë ambientuar kaq shpejt në ekipin e Kosovës, saqë është fat i madh që i kemi. Pa harruar edhe faktin e një lojtari në rritje të jashtëzakonshme me një lakore të papar që është sulmuesi Fisnik Aslani, lojtar që po konsiderohet një kalibri shumë të lartë, edhe për mënyrën se si shënoi edhe ndaj Suedisë në Göteborg muajin e kaluar, edhe ndaj Slovenisë në Stožice të shtunën, tregon për atë potencial që ka e që nuk e ka shumë kush. Edhe duke parë këtë potencial të Fisnik Aslanit,
një lojtar gjithashtu që është i rritur në Mërgat, ka shprehur interesim edhe klubet e mëdha. Është një sistem shumë i madh i Bayernit të Muniut sepse luan në ligën gjermane Fisnik Aslani dhe të kërkohesh nga një gjigant i futbollit botëror siç është Bayerni Muniut është një nder i madh. Prandaj edhe Kosova me këtë rast është e nderuar që ka interesim nga një klub kaq i madh, pa harruar edhe raportimet që pati interesim edhe nga Barcelona. Ben, përderisa jemi kolegi edhe në këtë pjesën e minutazhes, unë ju falenderoj Pa diskutim. që sot ishim bashkë, i datë gjitha këto informacione, sigurisht që sonte presim më të mirën për Kosovën, sepse deshtem në pjesa e tifozëve, duam që kombëtarja jonë të arri maksimalen. Pa diskutim. Presim një lojë të mirë, presim një mbrëmje, le ta shndrojmë në fest, pavarësisht rezultatit, për shkak se definitivisht unë konsideroj që është mënyra më e mirë për t'i falenderuar këta futbollistë për këto emocione që i kanë dhënë një popullit të tërë që na kanë sjellë në këtë moment kur jemi vetëm 2 fitore larg kualifikimit. Po ndeshja pa harruar t'ja kujtojmë shikuesve që ndeshja transmetohet në RTK nga ora 20:45, natyrisht takimit i paraprin edhe emisioni me të ftuar në studio që ta diskutoj, analizoj dhe gjitha këto. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Pra, ishim kështu bashkë me kolegun e redaksisë së sportit, Arben Berisha, ku folëm për ndeshjen e sonte me Kosovë-Zvicër, ndeshje që sonte do të luhet nga ora 20:45 dhe do të transmetohet drejt për drejt në RTK.